Shefja e diplomacisë e Bashkimit Evropian, komisionerja Kaja Kallas, vizitoi sot Shqipërinë. Pas firmosjes së marrëveshjes për financimin e ekurudhës Durrës-Rogozhin, pjesë e korridorit të 8, ajo dhe kryeministri Edi Rama mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp në Tiranë. Rama e vlerësoi takimin shumë pozitiv dhe foli për procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mes nesh dhe Bashkimin Evropian nuk ka asnjë problem apo çështje të hapur. Përkundrazi, kemi një linjëzim të plot në të gjitha aspektet, gjë që shprehet më së miri edhe në politikën e jashtme të Republikës së Shqipërisë, e cila është 100% e linjëzuar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Dhe natyrisht që kemi folur sidoqoftë për sfidën e madhe të procesit drejt antarësimit të Bashkimit Evropian, për kalendarin shumë ambicios të dakordsuar me Komisionin për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027. Kryeministri Edi Rama foli edhe për vendimin e presidentit Trump që vendosi një tarif 10% për mallrat që eksportohen nga Shqipëria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qasja jon ndaj gjithë kësaj politike të re që po bëhet me tarifat është një qasje shumë e thjeshtë dhe në një farë mënyrë komode për vetë pozicionin ton, për vetë volumin e tregtisë që ne kemi me Shtetet e Bashkuara dhe në rast se i referoheni edhe tabelës tarifave të shpallura nga salla ovale, ne nuk kemi arsye të kemi asnjë shqetësim.